Ish kryebashkiaku i New Yorkut, Rudy Giuliani, është shtruar në spital dhe ndodhet në një gjendje kritike, por të qëndrueshme, sipas njoftimit të zëdhënësit të tij. 81 vjeçari është një figurë e njohur në politikën amerikane, i cili fitoi famë ndërkombëtare në mënyrën se si menaxhoi krizën gjatë sulmeve të 11 shtator 2001, duke u quajtur shpesh kryebashkiaku i Amerikës. Në vitet e fundit, Giuliani ka qenë në qendër të vëmendjes si avokat i presidentit Donald Trump, veçanërisht gjatë përpjekjeve për të kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Këto përfshirje kanë sjellë edhe pasoja ligjore për të, përfshirë akuza penale në disa shtete dhe një padi për shpifje nga punonjës të procesit zgjedhor, akuza që ai ka mohuar vazhdimisht. Pas publikimit të lajmit, Trump reagoi në rrjetet sociale, duke i cilësuar Giulianin si kryebashkiakun më të mirë në historinë e New Yorkut, dhe duke pretenduar se ai është trajtuar padrejtësisht nga kundërshtarët politik. Deri më tani, nuk janë dhënë detajet të tjera mbi shkakun e shtrimit në spital apo kozgjatjen e qëndrimit të tij. Giuliani ishte shtruar në spital edhe vitin e kaluar pas një aksidenti automobilistik, ndërsa gjendja e tij aktuale po ndiqet me interes nga opinioni publik dhe politika amerikane.